Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sot me lejen e Allahut, jena në mësimin e dytë. Hadithi për sot, ndoshta shpesh herë kemi dëgjuar, po ja vlen të përmendet sepse njeriu ka nevojë për të. Është hadithi i njetit, të cilin e transmeton sahabiu i nderuar Umar ibn Khattabi, radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ku thot, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, punët nuk ka sesi të jenë përveç se me njet. Nuk ka punë vetëm se me njet. Dhe robit, wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe robit do t'i jepet ka hise për kësaj pune, si pas njetit që ai ka pas, si pas qëllimit që ai ka pas. Do të mori shpërblimin. Pra, shkurtimisht çfarë nënkuptojmë prej këtij hadithi? E para që çdo punë të cilën besimtari e bën, duhet ta bëj patjetër me njet. Çdo punë, ta ketë një qëllim. Kjo është e detyrueshme ke adhurimet, ke ibadetet. Pra, njeti nuk mund thush ti, shkosh të lahesh, a kupton? Edhe thon mora abdes. Pra, do një njet. Nuk shko ti, domethënë, të lidhesh, hajde se un po falem, po ka një njet. Apo fal përshëndetje për xhamin, apo fal sunete, apo fal farze, çfarë po bën? A më kupton? Pra, do një vepra, do i qëllim. Pra, ajo mirësia e parë e njetit është që të dalloj adhurimin me zakonin, me punën e përditshme që ti bën, se ti i la, sidomos në verë, i la durët, freskohesh i qik, la ftyrën, sidomos i qik kokën, a kupton? Kjo është ashtu. Kthehesh në shtëpi nga puna, do lash edhe këmbët, a kupton? Freskohesh mirë, la edhe këmbët. Mirë, po kjo është ajo që ti e bën rutina e përditshme. Pra që ta dallojmë neve që kjo, ato gjymtyr që ti i lave të quhen abdes, duhet patjetër njeti. Pra njeti dallon veprën e cila konsiderohet adhurim nga vepra e cila konsiderohet i diçka që ti e bën natyrisht nga jeta jote e përditshme, lëvizjet e juaja të përditshme. Dikush do me majt regjim nuk ha ushqim, pa a quhet agjerim ky? Jo, nuk quhet agjerim. Tjetra, nuk ka punë pa njet, duhet patjetër që të dallojmë neve nafilen me farzin. Namazin nafile me namazin farz. Agjerimin nafile me agjerimin farz. Duhet patjetër është ky njeti. Kur vjen ti, shkon në xhami, në rregull, është koha e yles, edhe ti lidhesh direkt në namaz, fal namaz, atëherë çfarë ndodh? Nëse ti nuk e ke bën njetin që të falësh namazin farzin e yles, ato nuk quhet ai që borti, e fala una, po çfarë fale? Ti ke falë në sunet, po domethënë farzi ka atë njetin e vet. Do ta bësh qëllimi jot. Kur të futesh në namaz, çfarë je duke bërë, çfarë vepre? Kjo është. Ke për shembull të kanë hik ditë agjerimi nga Ramazani për shkak të smullikut. Dhe është muaj që vjen mas Ramazanit, është muaj Shawal. Tani ata agjerim që ti je duke e bërë tashti në këtë muaj, a janë ditët e këtij muaji Shawalit apo janë ditët që ke ti borxh nga Ramazani? Pra duhet patjetër njeti që të ta dalloj punën. Nga gjërat e mira që ka përmendur dietarët ke kjo mesele, është që besimtarit i lipset që edhe gjërat të cilat ai ka si zakon me i bë, që nuk hyn ka adhurimet, le të ketë një njet të mirë me to, sepse shpërblehet me te. Ne vërtet naturalisht do flejmë gjumë, se jena të lodhë. Ama, nëse neve bëjmë qëllim që të qetësohemi, që unë kur të çohem në mes t'jem sa më i kthjellët në faljen e namazit të sabahut, të marr fuqi, të kem mundësi, ose bën një ti që ti të shkosh, dalësh të punosh, të kërkosh rrezikun halal, atëherë këtë gjumë që ti është normale,
nevojet trupit, ti të marrësh sevap prej këtij njeti, prej këtij gjumi. Ashtu është edhe ushqimi. Ti patjetër do ta marrësh trupin në formë. Do hash ushqim se ta kërko trupi. Ke uri. Mirë, po nëse ti bën jetë që ti të forcohesh, ke adhurimi, ke puna, ke vepra, ke përkushtimi ndaj familjes, sepse çdo gjë do takat, çdo gjë do fuqi, edhe ti e bën këtë jetë që kur të konsumosh këtë ushqim, domethënë ta kesh dhe ta vesh në shërbim për mirë, atëherë ti merr sevap ke kjo gjë. Pra, edhe veprat të cilat nuk mund të hyjnë, nuk janë nga veprat e adhurim, robi, besimtari me njetin e mirë, kur e bën një vepër të tillë, atëherë ai e vendos këtë vepër e kalon nga ana e adhurimeve. Tjetra, wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Dhe çdo kushi do të marrë prej shpërblimit sipas njetit që e ka bë. Pra, sipas qëllimit, për kë e bën atë? Ditën e Kiametit, Allahu subhanahu wa taala do t'i mbledhë njerëzit. Gjithë ata të cilët nuk e kanë bërë veprën, adhurimin për hir të Allahut subhanahu wa taala, do thotë Zoti, shkoni dhe kërkojeni shpërblimin tek ata për të cilët ju e bët veprën. Ti, unë, tjetri, X, mund të falet dikushi, fal namaz, ose shkon prezencë, po sepse ke xhamia aty ku shkon me u fal ai, është një bos për shembull, me u paqçik, me u duk që unë po falem këtu, që nesër pas nesër, po edhe unë jam xhamatlia, kupton, me i kërkuaj favori diçka. Dhe kjo ndodh shpesh, Zot na vali Arabi, a kupton? Ose, domethënë, shkon 2-3 herë me u duk me i xhami, që të konsiderohet xhamati i asaj xhamie, pse? Sepse ai nat lagje do me u feju me dikë. Dhe thot aty po mu më njeh edhe hoxha vjen jep selam me kneni. Pra ai nuk e kishte qëllimin për atë, po tu bonte, tu ekspozonte. Apo që tu më shofi filani fisteku më thët tash, a kupton? Ndoshta e zgjat e zbukuron në çik namazin kështu që duket sikur apo fol me i zell, mirë po nuk e ka të sinqert për hir të Allahut. Neve a kena mundësi ta dallojmë këtë gjë nuk e dallojmë dot. Këtë gjë kush do e dalloj? Do na tregojë neve Zoti në madhninë e vet ditën e Kiametit. Pra nëse veprat tona nuk kanë qenë të sinqerta për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë atje do digjena, sepse aty do tregohen gjitha. Dhe sa më i pastër të jetë njeti, robit, aq më të madh e ka dhe shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Pra do kesh pjesë, kesh shpërblimi aq sa ka qenë i pastër njeti. Prandaj neve na nxit kjo gjë që ti kemi ta kontrollojmë shpesh çështjen e njetit. Një diçka është fjala njet, qëllim, është i diçka që robi e bën me mendjen, me zemrën e tij. Pra kur ti del, kur ti thu, unë do marr abdes me vetë, sepse ti ke qëllim me fal namazin, ose nëse ti shkon në xhami dhe do pastrohesh për shembull, a kupton? Thjesht ajo e shkumja jote ke ky vend laje, sepse ti në vetvete çfarë ke? Ke qëllim që të marrësh abdesin. Ky është ai qëllimi, ajo që ti vendose në mendjen tate për të kryer veprën. Kur ti qëndrove aty para në namaz, para, edhe u thirrë kameti, pra ti po qëndron me qëllimin në vetvete që të falësh namazin. Apo jo? Shumë bukur. Mirë po, kemi njerëz të cilët janë vezvesli. Dhe këtu për shembull qëllimi nuk ka vend goja që thushti. Mirë po ka njerëz të cilët janë vezvesli. Ose harro shpejt. Ai futet për shembull aty, trak direkt edhe është out fare. Këti çfarë i themi? Këti ti themi që ti shprehe me gojë çfarë je duke bë. Sepse ajo sikur e lidh, ke parasysh ti, e lidh zemrën. Domethënë, kur thot ai për shembull, shko aty, nuk futohet, po thot, bona njët me fal namazin e yatsis, namazin e akşamit. Sikur e lidhi atë qëllimin. Pra e mblodhi mendjen. Pra ai i cili ka probleme të tilla për shembull, ne nuk e themi sepse është diçka e zemrës. Nuk ka ardhur, nuk është transmetuar i gjë aty. Ama ti themi atij ta lejmë atë në hutim? Jo, përkundrazi. I thotë domethënë që shprehi. Nuk ka problem, ta shprehi. Ai i cili gjithmonë është ke dyshimi. Nuk e ka me një në vend. Këtij personi i thuhet kjo gjë. Ama në jetën tonë përditshme nuk e praktikojmë sepse ti në vetvete kur u çove më bëj diçka, kur çove në mes me hongër syfyr sepse ti do agjërosh. Çfarë fajti ka më pastaj thoshte bona një jetë me hongër këtë çabuk me çet syfyr, me agjëru ditën e Ramazanit, i tjetër. Po ti në vetvete për çfarë shkove? Për çfarë erdhe në xhami? Po erdhe pra se tash ti sa falem akşamin, masi çike,
ti do faresh namazin e jacis, e darkës. Pra ky është qëllimi i asaj që ti bone. Ky është njeti. Kaq, do të thonë, shkurtimisht do marrim në fajde në diçka nga hadithet që neve do të përmendim me lejen e Allahut. Tani fillojmë ke mësimi leximi i Kuranit. Herën e kaluar, djepra, neve morëm 3 zanoret e shkurtra. Tham, gjuhë arabe ka 3 zanore të shkurtra. Tham një vizë e pjerrët e cila shkruhet sipër dhe lexohet e plot. E plot, jo e holl si gjuha shqipe. Një vizë e cila shkruhet poshtë gërmave, e cila do lexohet i dhe kjo në një formë nëntë të vogël themi u. Themi u. Shumë bukur. Tani do kalojmë ke gërma e parë inshallah. I dhe u. Neve nuk do ndalohemi për momentin tek emri i gërmës. Tek emri i gërmës. Si e ka emri? Në rregull, nuk do të ndalojmë aty. Neve do marrim tingullin e saj. Tingullin e saj. Se na ka ndodhur për shembull në mësime që ti i ke dhënë emrin dhe kur vim me marr zanoren, ngatrohet. Pra neve do marrim thjesht tingullin e gërmës dhe ka betarja e keni me bold, e keni me të trash. Atë do të thonë që është ajo kryesorja. Po ta shofësh gërma e parë fare është me zezë të theksuar që më na tregon neve që ky është tingulli i gërmës. Pra do morim b, jo emrin si e ka. Do morim t, po jo emrin si e ka. Në mënyrë që ta kemi edhe më të lehtë shqiptimin e tyre me zanoret. Gërma e parë është kjo formë. Shikojini këtu? Është kjo formë, e cila shkruhet kështu e vetme ose mbi një elif. Kjo viza e drejtë në arabisht quhet elif. Ja? Dhe këtë formën e gjejmë dhe në vete dhe të shkruajtur mbi elif. Mbi elif. Do marrim edhe në një formë tjetër, po jo tani. Vot kësaj. Tani. Kjo nuk ka tingull të vetmin, nuk ka tingull të vetin. Si që themi ne b, t, b-ja është tingull, t-ja është tingull. Kjo si e ka tingullin nuk ka. Sa bukur. Tingulli i kësaj do jetë me zanoren e cila merr. Pra, kur neve shkruajmë këtu dhe vendosim zanoren sipër, themi e. Themi e. Ja, e vendosim dhe ke këtu. Themi e. Vetëm me pas kujdes, nuk do themi e. Jo me nget si kur ka apostrof, sepse kështu kemi shtu një tingull tjetër. Kemi shtu, themi e. Shumë bukur. E vendosim këtë dhe është kjo forma tjetër. Themi u. Themi u. Shife? Vendosim? Themi i. Pra, kjo formë nuk ka tingull të vetin. Tingulli çfarë është? Zanorja. Tingulli është zanorja. Shumë bukur. Themi? Çfarë është? I. Shife? Është kjo. Për shkak të is, kjo shkruhet gjithmonë poshtë. Mirë? Nëse është elifi, kjo do shkruhet poshtë. Themi? Themi? Më rregull? Shumë bukur. Kjo gërm ka vetëm 2 forma. Tani, do marrim 2 format e saj kryesore. Është kjo kur fillon fjala, si kemi thonë neve. Gjithmonë do kemi parasysh shigjetën e shkrimit. Nga e djatha në të majt. Nga e djatha në të majt. Shumë bukur. Atëherë. Themi. Ta bëjmë me blukët. E lexojmë? E lexojmë? E lexojmë? U. Shumë bukur. E lexojmë? U. Tani e tham, kjo është gërma e parë, në fillim.
si që themi ne, Abdullah, me çfarë gërmë fillon? Me an, aja parë. Kjo është fillimi, gërma e parë e fjalës së zemë. Forma tjetër e dytë, çfarë thamë neve, shkrimi është nga djatha në të majtë. Pra forma do jetë në këtë mënyrë. Do jetë, shife, pra këtu nis, shef, nga djatha. Supozohet që këtej ka pas një gërm. Kishim një gërm këtu. Dhe themi, shife, ha? Si themi? Shumë bukur, ha? Gjithmonë, u shkryt këtu, ha? Kush do vi ija. Shumë mirë. Themi? Shumë bukur. Shikoni, nga ka kjo lidhjen, nga djatha, lidhja, do më thonë, e gërmës. Nëse unë shof një formë, shifni këtu? Këtej, a janë njësoj? Jo, kjo nuk është e tillë. Kjo është gërmë tjetër, nuk kena punë me te. Shumë bukur. Atëhere, themi, çfarë themi? Tashti s'po e përdorim më ngjyrat, vetëm kur du me i dallu. Themi? Është si kjo? Po si kjo është? Atëherë themi, pritë se kena marë. Gjithmonë, kur shofim në i formë të ndryshe, themi, pritë se kena marë këtë gërmën. Mirë? Ashtu, shkajher shpecia do me ju ngatru juve. Atëherë, themi, shumë bukur. Iku kjo. Atëherë, çfarë thamë? Thamë që kjo gërm ka dy forma, forma në vete, ku fillon fjala, dhe e lidhur me një gërm para, sepse në këtë model nuk lidhet me gërm mbrapa. Pra kemi vetëm këtë me këtë. Format e tjera thamë, do i marrim vijim, masi tjena na jetë vrasë ju me gërmat. Shumë bukur, iku kjo. Kemi tashti një gërm tjetër në këtë formë. Shikojnë këtu një hark me një pik poshtë. Kjo është shkronja B. Shife B, kumbuse pak, me zhurmë. B, themi B. Shumë bukur. Kjo është B-ja. B-ja, thamë, shikojnë këtu. Kjo forma ku shkruhet mbi gërm. Kjo shkruhet mbi gërm. Atëherë shife e vendosim neve këtu mbi gërm. B-ja, bashkë me këtë si do lexohet? B-ja, bashkë me këtë si do lexohet? B. Shife? B-ja. Me këtë formën që thamë neve do shkruhet poshtë gërmës, do lexohet? B. Shumë bukur. B-ja. Me këtë tjetrën do lexohet bu. Shef sa mirë? Atëherë thamë? Kjo? Po kjo? Po kjo? Ma e me një mësim, se do e ngëtërojmë këherë neve. Ashtu, shumë bukur. Atëherë kjo ishte? Sa mirë. Tani, atëherë, B-ja. Me këtë vizën sipër u lexonte? B-ja. Me unë u lexonte? Pse s'e ka me unë kjo? Na fal. Atëherë, dhe kjo është, themi, bu, shumë bukur. Atëherë, shikoni këtu tani, që ta merrni logjikën e gërmës. Pra, gërma, fillon fjala, Abdullah, Ahmed, Khalid, Luan, filloj me lën, filloj me an, pra fillon fjala, në rregull? Pastaj kemi gërmat në vijim, gërmat e tjera, pastaj është një gërmë e fundit me të cilën u mbyll fjala. Ahmed me dën, filloj me an, mbaroj me dën, dhe janë edhe disa gërma tjera në mes. E njëjta gjë.
Shife, e kemi formën e gërmës? B-ja? Atëherë do një fillim. Kush është fillimi i saj, shife? Hop. Unë po e filloj fjalën. Shife kjo? Pjesa? E fillova fjalën dhe çfarë rujta? Çfarë është kjo? Një pikë poshtë. E shikoj si fillon B-ja? Filloi fjala. Atëherë themi? Ha, shife? Ha? Shife? Shumë bukur. Shife? E kena morë se kena morë? E kena morë këtë formë? Jo, atëherë thuj se kena morë. Direkt. Hop, hiq. Shumë bukur. Pra tham që kjo është forma e fillimit. Filloi fjala. Po mirë, tash unë kam fjalën mra, kjo B-ja, unë kam në mes, Abdullah për shembull. A, B. Duhet këtë B në mesit. Atëherë B-ja e mesit do lidhet ka dy krahët. Do lidhet edhe majtas, edhe djathtas. Pra kemi gërm. Kemi një gërm këtu. Pastaj shenja e B-s. Kush është shenja e B-s? Pika dhe dhëmza. Shife dhëmza këtu? A është dhëmza kjo? Po do lidhet B-ja. Shif B-ja. Atëherë themi neve? Ha? B. Shumë bukur. Themi? Po, nëse e vej këtu? Po, nëse e bëj viz fare? Sa mirë. Atëherë shife? Ha. Neve tham shife. Kujdes. Si u lexon te kjo? B. Mbaje mendjen. Si u lexon te kjo? Ha? Atëherë, lexoj të parën? Edhe një herë? Ha? A shef sa mirë? Dike me lexu ti? Ha? B. B. Edhe një herë? A shef sa mirë? Kështu është lidhja. Ha? Praktik, direkt, shumë bukur. Bravo. Atëherë, B-ja në fillim. B-ja. Ku është kjo? Në fillim, në fund, në mes. Në mes të fjalës. Tani do vi gërma, u mbyll fjala. Kjo është gërm në fund fjalës. Mbaroi fjala, e mbyllëm fjalën. Atëherë si do vi? Gjithmonë fjala, gërma në fundin e fjalës do vi me si originalja. Shef originalja, vetëm se do t'jetë lidhur. Shife? Lidhja, pastaj gërma. Shiko, këtu lidhja. Pastaj gërma. Themi? Po nëse vej vizën poshtë? Po nëse bëj këtë? Shumë bukur. Atëherë, ti mbledhim? Si e lexojmë? Atëherë, ha? Edhe herë? Pa e zjatë, e bi. Shumë bukur, ha? Vetëm ma lej qikë sa sot ta mor vesh që e kapi. Ha? Shef sa mirë? Shumë bukur. B. Atëherë ti këto do i mbledhim gjitha në një vend. Themi? Ha? Shef sa mirë? Shumë bukur. Iku dhe kjo. Tani shikoni. Kemi këtë formën. Apo ja? Kur vendosëm pikën poshtë, ajo ishte B. Tani neve do vendosim 2 pika lartë. Dhe kjo është shkronja T. Shkronja T. Shumë bukur. Tani, duke qenë se kjo qeka si B-ja,
Atëherë si do e ketë formën e shkrimit? Po njësoj. Kush është ndryshimi? B-ja çfarë kishte? 2 pikat. Shef sa mirë e kapeti? Bravo. Atëherë, shive? T-ja në fillim të fjalës. Ha? T-ja kur merrte këtë zanorin u shqiptonte? Ha? Po nëse merr këtë zanorin? Po këtë tjetrën? Po këtë tjetrën? Po nëse vendos këtë tu? Ha? Tu. A shef sa mirë? Shumë bukur. Ha? Iku. Atëherë edhe në mes do na vi e njëjta gjë. Ha? Edhe në mes do na vi e njëjta gjë. Atëherë do themi? Po. Shi. Pa pra. Kështu ka lezet, kështu. Atëherë themi? Ha? Themi? Ha? A pra. Shumë mirë. Themi? Shumë bukur. Dhe në fund është e njëjta gjë. Atëherë, do marrim një fjalë tashti, ha? Ha? Bravo. Ebeti. Ebeti është fjalë e saktë e përmendur në Kur'an, ku ja ebeti, o baba im. Në rregull? Ha? Ebeti. Shef sa mirë? Shumë bukur, domethënë. E shef që ti di ke me lexuar? Në rregull? Pra, kjo është logjika. Inshallah neve nesër do i përsërisim përsëri këto, pastaj do marrim gërmat e tjera. Mirë, pastaj do i marrim gërmat e tjera. Inshallah me kaq do e lejmë. Kështu, që do hecim, avash do hecim, ama duam që ti përvetsojmë këtë gjëra. Sot morëm 3 gërma. Kjo, që tham, tingullin e ka sipas zanoreve, B-ja dhe T-ja. Bën dhe tën e kena në alfabetin shqip, po edhe këto zanoret ne i kena pothuajse në alfabetin shqip përveç es, që tham, nuk do ta themi të holl, po pak më të plot. Allah ja shpërbleft, Zoti inshallah na mundsof që ta kryejmë me sukses inshallah.